Porosia brillante e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: O bijt e Abdul Muttalibit, mos derdhni gjakun e muslimanëve duke thënë u vrapërisi besimtarëve. Dijeni se nuk duhet të vritet për mua askush tjetër përveç vrasit tim. Nëse vdes nga kjo goditje, goditeni atë me një goditje të vetme dhe mos e sakatoni atë, sepse unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, të thotë: ruajuni nga sakatimi, madje edhe ndaj qenit të tërbuar. Sa nevojë kemi për këtë lloj porosish nga njerëzit të mëdhenj, siç është pra Imam Aliu, paqja qoftë mbi të. Kështu na mëson edhe Islami i pastër.